Xhamia e Siarinës në Medveç tashmë është ndëruar në një vend takim tradicional gjatë muajit të Ramazanit, duke mbledhur në iftarin e përbashkët besimtar nga treva të ndryshme shqiptare. Edhe këtë vit, nën organizimin e Bashkësisë Islame dhe në bashkëpunim me donatorin Kusum Beqiri, ushtrua iftari në ambientet të kësaj xhamie. Në këtë organizim mori pjesë edhe një delegacion i Bashkësisë Islame të Kosovës, i përbën nga kryeimami Vedat Sahiti, drejtori për kulturë dhe veprimtari botuese Ramadan Shkodra, dekani i Fakultetit të Studimeve Islame Islam Hasani, drejtori i shoqatës Bëmirse Bereqeti Gjeladin Fazliu, si dhe kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Preshevës Nexmedin Ademi. Kryeimami Vedat Sahiti në fjalën e tij mes tjerash theksoi se Bashkësia Islame e Kosovës do të jetë gjithmonë pranë vëllezërve të saj në të gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët. Ajo çfarë ne po mundohemi të bëjmë si Bashkia Islame është shumë pak krahas asaj çfarë ju keni bërë për Kosovën, për Bashkinë Islame të Kosovës, prandaj gjithë këto angazhime që i kemi bërë këtë rast edhe përmes shoqatës Bereqeti, ndihmave dhe aksioneve humanitare, edhe ndihmave ndryshme, përmes të cilat po mundohemi të qëndrojmë pranë vëllezërve tanë, kemi për obligim dhe kemi për nder edhe tonin, edhe si bashkësi, mirë po edhe si Kosovë. Prandaj, edhe në të ardhmen do të mundohemi që të jemi prezent siç kemi qenë edhe në të kaluarën. Banorët e kësaj ane ndërkohë e vlerësojnë këtë iftar si një aktivitet teje të rëndësishëm, i cili sipas tyre jo vetëm që mbledh bashkë shqiptarët e kësaj treve, por edhe forcon lidhjen dhe përkatësinë e tyre me vendin. Mirë, po ndihna edhe jam i kënaqur që po muj më arrit edhe me i bashkue. Edhe gjitha trevave rrethit, edhe mu të buën këtë vend bekur, këto vend i ynë. Përmes çdo aktiviteti është në interesin e kësaj krahine që të fuqizohet lidhja e popullatës këtu me diasporën dhe njerëz të vendosur. Çdo aktivitet është i mirëseardhur që është në kontribut të vendingjes. Sonte pres që të shoh shumë njerëz që kohë gjatë nuk i kanë takuar dhe për mua është rëndësia më e madhe kjo që do të shihemi edhe do të kemi një rast të bëjmë edhe një lutje të përbashkët për të gjithë muslimanët e botës, në veçanti për ata të cilët jemi nga këto treva. Është një natë shumë e madhe, një ditë me të vërtetë që ja vlen sa më shpesh këtu me ardha dhe më kujtuar këto ditë, mos më harrua edhe këto vende, këto troje, këto vllazën tonë këtu që i kanë mbetë në mëshirën e Zotit. Në kuadër të aktiviteteve të saj humanitare gjatë muajit të Ramazanit, Bashkësia Islame e Kosovës përmes shoqatës Bëmirse Bereqeti ka shpërndarë gjithashtu 30 pakë ushqimore për 30 familje në Medveç dhe fshatrat përreth, duke ofruar mbështetje për familjet në nevojë gjatë këtij muaji të bekuar.